Boksieri talentuar shkodran Arjan Kajoshi do të ketë një ndeshje shumë të rëndësishme në boksin profesionist me datën 4 prill në Amerikë. Pas 17 ndeshjes, të gjitha me fitore, kjo është e 18-ta. Si po shkon përgatitja Kajoshi për këtë ndeshje? Përgatitjet ka ecë mirë. Kena qysh mas ndeshjes në Tiranë që vazhdojmë me intensitet stërvitjet, edhe ka ecë mirë. Tash shohim iku më edhe ditë para atje, edhe besoj që atje kanë me ecë mirë edhe përgatitjet e fundit. Pas një karriere shumë të pasur sportive me shumë rezultate në boksin olimpik tashmë, jeni përkushtuar në boksin profesionist. Vetë bilanci juaj 17 ndeshje, 17 fitore tregon qartë se ecuria juaj është shumë pozitive. Po deri tash kena ecë mirë. Besoj se kështu do të vazhdojmë, edhe shpresoj se edhe nesha 18 që kam tash do të shkojnë mas mirë, edhe kjo do të mbyllet me fitore. Kajoshi keni boksuar në boksin profesioniste në Shqipëri, në Ballkan dhe në Europë, por kjo në Amerikë është e para këtij lloji, apo jo? Po është e para se për mua është edhe më veçantë se si më thonë është edhe ajka e boksit atje në Amerikë dhe është më ndryshme me bë neshën në atë vend. Do të jetë një turne i zgjeruar ndërkombëtar, ku zhvillohet në cilin shtet? Neshet zhvillohen në shtetin Utah në Amerikë dhe është një aktivitet që i organizon Chuka Boxing Promotion dhe do të ketë edhe boksierë tjerë, po brenda Shqipërisë boksierë shqiptarë janë 4 vetë që marrin pjesë. Nesha krahas jush? Është Beqiri, Alban Beqiri, është Kelcullaj edhe Aleksandr Rama. Keni informacion për kundërshtarin tuaj, kush do të jetë? Kundërshtari jam me sa di unë është prej shtetit, është afrikan prej shtetit Gambia, s'di, më duket se ka. Edhe e kam pa, është kundërshtari fort, i fuqishëm. 20 neshe ka, 4 hupje, por është boksier që i bën rondet edhe bokson luftë. Shpresojmë që ta zgjidhim mirë. Si kanë shkuar përgatitjet këto ditë në palestrën Vllaznia me trajnerit tuaj Zevxhoni dhe Lazarin Bila? Përgatitjet si thasha më parë mirë kanë shkuar, trajnerët si gjithmonë janë të përkushtuar. Edhe stërvitjet kanë intensive. Tash po shkojnë gjithçka drejt finalizimit dhe shpresojmë që çdo gjë do të mbyllet mirë. Sipas informacioneve do t'ju shoqërojë në Amerikë trajneri juaj Lazarin Vila, i cili është marrë shumë gjatë kësaj periudhe të fundit me ju. Po. Do thonë drejtën është si thonë ka lënë edhe punët e veta mu marrë këto, të ankohen me mu me stërvitje kështu veçume me gjana, me anë psikologjike me tana. Edhe ka ecë mirë tana. Besoni që do të ktheheni me fitore nga Amerika? Po, normal që besoj se për me fitu shkoj. Edhe të marrë edhe titullin WBO, se kam neshe është edhe për titull neshe. Dhe për të mbyllur në cilin pesh, në sa kilogram konkuron Kajoshi? Konkurrent e pesha 76.3 kg, peshat mesme. Kajoshi, ju urojmë sukses dhe shpresojmë që të realizohet fitoria 18 radhë, që është një rekord me vete për boksin profesionist shkodan dhe shqiptar. Faleminderit ju.